Armir Shahini, i njohur për publikun si Miri West Side Family, ka qenë i ftuar në një studio televizive ku ka folur hapur për jetën pas finales së madhe. Ai pranoi se përballja me realitetin jashtë ka qenë më intensive nga sa e priste, sidomos për shkak të kurreshtjes së madhe të njerëzve. Miri tregoi se njerëzit e afërt dhe shoqëria kërkojnë shpjegime për çdo situatë, por një pyetje mbetet kryesorja. Pyetja më shpesh që më bëjnë është: ku i gjetë gjithë atë durim? Ose unë kam shumë durim, ose që të kesh durim është vlerë në shoqërinë shqiptare, tha ai. I pyetur për videot që po qarkullojnë lidhur me një përplasje të mundshme me Ilir Vrenozin, Miri u shpreh prerë se gjithçka është keq interpretuar dhe se nuk ka pasur asnjë konflikt real. Ky episod ka ndodhur para se të futeshim në regjistrim në post Big Brother. Kam qenë me Monika Kryemadin dhe Arbër Hajdarin. Pyesni ata, nuk ka pasur asgjë mes nesh, sqaroi ai duke e kërkuar që të mos krijojnë drama të paqena. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.